fshat i vogël dhe karakteristik që është afër kufirit me Shqipërinë. Ky është Molliçi, që gjendet jo shumë larg qytetit të Gjakovës, por në afërsi ka edhe Junikun. Ky fshat ka 120 shtëpi dhe rreth 1200 banor, ku gjysma prej tyre jetojnë në diasporë. Këto janë 160 hektar tokë pjellore dhe 270 hektar mal që përbëhet kryesisht me gështënja. Me të ardhur këtu do dëgjosh sipas gojdhanave fshati Molliç është formuar nga 3 vëllezër dhe është një nga vendbanimet më të lashta të kësaj ane dhe më gjerë. Fshati Molliç është një fshat shumë i vjetër, mund të themi lirisht që në këtë zonë është një ndoshta më të vjetrit, po ka dhe fshata tjerë të vjetër. Tani presim që në fund këtij shekulli ta kemi edhe mileniumin e parë, domethënë ka 1000 vjeçarin e parë. Në fillim këtu kanë qenë sipas gojdhanave neve që i kemi, fatkeqësisht jo shënimeve të faktume, po gojdhanave, që kanë shku brez pas brezi, fshati Molliç është formuar nga 3 vëllezër. Ata janë vendosur këtu duke i parë bukuritë e këtij fshati. Duke parë që në fillim e kanë zgjedhur vrelen, që është një burim që ka dhuruar i madhi Allah, kush më fal, që është ujë edhe i pijshëm, është ujë edhe për ujitje, edhe është ujë që është edhe medicinal. Njëri nga vëllezërit është larguar për Gjakovë, edhe janë disa që s'dua tani të përmendi se ka shumë fisë në Gjakovë që kanë prej ardhe, po ka një trashëgimi të lashtë. 2 vëllezër tjerë kanë qëndruar këtu. Ndër vite fshati aty ka pas edhe ato sakrificat e veta, sfidat e veta dhe kështu emigrimi këtë fshat e ka përcjell shumë herët. Edhe nga ky fshat kemi që na lajmërohen ku pas ku edhe lajmërohen edhe ndër shekuj, ka edhe në tërë Kosovën gati është i shtrirë. Bile sa për s'ka shumë kohë na kanë lajmëruar edhe që kanë edhe mbiemra të ndryshëm, nga Kamenica, nga Gjelani, Ferizaj, s'po flasim për rafshin Dukazhinit edhe peje në Gjakovën, që janë lajmëruar me që thonë se të parët tona kanë treguar ndër shekuj që kanë qenë domethënë të parët e tyre kanë qenë nga ky fshat. Ndjesinë që të ofrojnë këto pamje janë të papërshkrueshme. Gjithçka duket si pikturë. Vrella ka një histori interesante. Si të ballafaqosh me këtë fshat e shef që është vetë shtrirja e saj gjeografike që është. E ka të jep atë formën e vetë një fshati shumë turistik. E di se është buz malit, buz shkozës gurit, po, që fillon edhe bashkangjitet me rastin e zogut edhe tutje, po. E dyta është uji, është burimi i ujit që është në krye të fshatit. E ka burimin vrelën që është edhe për ujitje, është edhe si thash edhe parë edhe për kurim. E ka edhe kronin që e keni vrejt edhe vetë, që gjithashtu është ujë shumë i pijshëm, po karakteristikë është që uji i vrelës, këtu që karakterizon, është gëlqëror, uji i kronit është uji ëmbël. Ky ujë nga vetë, pasi buron nga toka, mu në vend, ky nuk ngrihet. Edhe këtu, edhe në korat më të vështira, acarat më të mëdha kur kanë ndodhur, kanë ardhur nga fshata të tjerë, këtu ka qenë karakterizuar me mullit e Molliçit, që nuk ngri fare dhe kanë mujt marrë për me blu. Fshati Molliç, pra se për këtë anës të themi turistike, është shumë interesant për shumë vizitorë, sepse kjo është buz shkozës, i themi ne këtu,
Edhe ka një zelbrim. Ka një guri i mullisit, si themi na, po që është shumë i zelbruar. Po. I ka edhe malet që për popullatën kanë qenë burim edhe jetesës, por edhe ekzistencës. Ato janë, do më thonë, ka edhe për djegje druror, po ka edhe për fruta që janë edhe gështenjat. Toka është shumë e pasur, do më thonë me bereqete, nifet, kështu që edhe për se në këtë anën tonë që nifet si thënë pasuri i mullisit. Është edhe me një pikë që mundet për vizitorët, kur të kalojnë këtu pare tani, nga Valbona, kur kalojnë nga Kosharja, edhe që dojnë me kalu edhe nga me shku edhe me vazhdu për deqane tutje, këtu do të thotë e kanë si një pikë të parë, që ta themi kështu turistike, që mundën me ndi vetën mirë, me ndi vetën rahat. Banorët janë shumë miqësor, janë shumë edhe punëtor, kjo edhe shifet, do më thonë nga vetë pamja edhe peizazhi i fshatit, që është mirë, po këtu tani të kthehemi pak edhe te ana edhe që edhe ekzistenciale edhe adhetare. Fshati i Mullit nifet që në kohën e rilindjes së tutje, gjithmonë kur ka qenë nevoja me i dalë zot adhet, gjithmonë këta janë të buë, janë marrë vesh, edhe i kanë dhënë kontributin e vet. Edhe kështu që kemi tash edhe nga lepidare aty që shifet, kemi që në kohën e Serbisë vjetër, si themi në kralit pare tutje, që kanë rrë dhe dëshmorë për lirinë e vet edhe për adhevën e vet. Ekzistencën e fshatit e tregon ky mulli i ndërtuar 500 vjet më parë. Në brendësi të tij është i vendosur një gur i cili është i rrethuar me derrasa. Po ashtu, është i vendosur edhe një gyp në të cilën hyn misri, e pastaj uji i lëviz drunjët, që janë jashtë mullirit për të bluar misrin ose grurin. Për vjetërsi, fatkeqësisht do thëmë, masi nuk ka shënime, është dorë, mirë po veçoritë që e bojnë me u binë se është shumë i vjetër, janë burimi, janë lisat e vorreve që të kanë një madhësi të hatashme që do t'i vizitojmë, është mullit që tregojnë që ekzistencë ka pasur për këtë fshat, e janë shumë gjëra tjera, se është një fshat rrëndës bjeshve, i cili ja vlen mu vizitu. Prej ati burimi, kem ujit tokën, për pije, për pastrim, për gjitha, po edhe për furnizimin me ujë për të vunë në lëvizje mullit. Sepse atëherë kur janë vendosë në këtë fshat, të burimi njerëz edhe molla është aty, edhe prej asaj ka marrë edhe emrin mulli shtirët, është dashur me i siguru gjitha sendet për ekzistencë, për jetë, sepse s'ke pas atëherë në atë kohë kunër. Janë bo 2 mulli, njoni është funksional, njoni jo, e kanë korë njerëz, e kanë mjell, kanë korë, e kanë përgatit misrin, janë ardhur dhe kanë blu këtu dhe kanë siguru ka fshatën e gojës prej mullive. Prandaj ka një vlerë të madhe. Mullini është funksional, kur është ndërtu, nuk e din se 4 breza 5 që i kemi gojdhonet për tyne e kanë gjetë marum, se kur kanë ardhur njerëz janë vendosur këtë fshat, ata për ekzistencë o dashtë me bo mullinin që për me blu me hongër ushqim për tine. Prandaj është shumë edhe kjo është në radhën atyne të vjetrive. Banorët janë shumë punëtorë dhe miqësorë. E tillë është edhe Gjyli Hyseni, një kryefamiljare që për më shumë se 20 vite merret me bletari. Dashuria dhe përkushtimi i saj ndaj bletës është po aq e madhe sa vlera që ka bleta.
thënia e famshme e Einsteinit, sipas të cilit jeta e globit pa bletën do të përfundonte pas pak vitesh, dëgjohet sa herë përmendet roli i jashtëzakonshëm i bletës, veçanërisht funksioni i saj si pjalmuese e luleve, pra si nxitëse e florës në përgjithësi. Që 21 vjet mas lufte, punoj me bletari, i kom pas 3 koshere në fillim i ka afru një shoqat KDA-ja, edhe mas aty në 3 bledhe, kom pas si për bledhe paska të mira, edhe jum shku të rrit, sot për sot i kom 170 koshere. Jo me knashne me to, sa mdo këtë gatë sa bajnë u qumë i pa, kanë punë, po edhe kanë fitime. Nuk e din gjinja çfarë rëndësie ka bleta, çfarë rëndësie ka mjalti. Mjalti për shëndetin e njerit nuk ka ku me shku maj mirë si këtë barnat e dyjas mi pas, sukur mjalta gjërë nuk bojnë efekt. Vinë vizitorë, vinë gjemë blenë, nuk kom nevojë unë me dalë për derë dhe shkret mjalta shitit në shtëpi. Gjyla na tregoi se nga bletët nxjerrë lloje të ndryshme të mjaltës, duke filluar nga ajo e livadheve, gështonjës, pagremit dhe trumzës, si dhe produkte të tjera si propolis dhe qumsht blete. Mjalti kret është si mas kohe. Në fund të majt, lullon përfundon bagremi. E nxjerrim nëse ep, e nxjerrim bagremin. Fund qershorit është kështoja. Korrek gusht, 10 gusht mas lerti, janë lullat. Mjalta lullave, livadheve këtyne. Gusht dhe 20 gusht është trumza. Trumza ep një herë 20 vjet. Mirë. Të na herë ka pak shumë pak, po mirë si ep një herë 20 vjet, ep trumza. I qojmë edhe në për bjeshk, në për glaj, në për... Ku ta dim si ka një kolos, i transportojmë bletë dhe i livizim i qojmë në kolosa. Tereni maj mirë në Kosovë më liqi. Pse? Ka ujtë njeftushëm, bleta ma shumë dënë ujtë se shqim, është bani përshtatshëm, është malor, është i pastër, ka glaj, ka kështoja, ka lula, tanat mirat për bletari i është fshati Molliq. Punoni, mos rrini, pa punë s'ka kur gjo. Kush punon, lesi fiton, po është edhe maj fort, maj shnosh. Këtu takuam edhe Sokol Bajramin, i cili po merrej me prodhimin e rakisë. Ai na tregoi se si shkoni gjithë procesi i nxjerrjes së kësaj pije. Tash, kjo kaca që është, e marim pikë të umit, e qesim në të kazonin andej. Edhe janë dojmë kapakin, me këtë qyne vjen peja tjetë, edhe shrazet këtu kofa, rakia. Do të lashe i ka, do kajde i ka. Po, ja vjen mu shit kila tine 20 euro. Ka do punë.
Afër Molliçit fshihet një tjetër bukuri natyrore. Bëhet fjalë për Potokon, një vend me natyrë të pastër e të qetë, ku njeriu mund ta gjejë veten larg zhurmës e pluhurit. Bukuritë që shquhen rrugës janë mrekullitë e natyrës, prej ku njeriu e ndjen veten të vogël dhe gati të pamundur të ngopë syrin me atë që sheh. Peizazhi që krijon ky vargmal i krijuar nga pishat dhe ky relief i thyer të magjeps me pamjet gjigante. Nuk mund të largohesh nga Potoku pa shijuar peshkun që rritet në këto burime dhe ushqimet tradicionale që serviren nga restorant Kroni. Këtë restoran e kem ndërtu falë saj bukurie të natyrës që na ka falë Zoti, kem kriju edhe ambiente për musafirë që frekuentojnë në këtë vend. Kryesisht kemi ushqime nga më të ndryshmet, duke filluar buka misrit, leqeniki, flija e të tjera. Këtu vizitorët mund ta ndjenë dhe ta shijojnë ajrin e pastër nga pishat që rrethojnë këtë vend. Ta vizitosh fshatin Molliç nuk mundesh të rezistosh bukurisë natyrore, njerëzve shumë mikpritës, fasulës e cila është ushqimi me cilet edhe njihet ky vend, gështënjat, e po ashtu peshku i freskët që rritet në burimin e Vrellës. Edhe uji i pishëm i Vrellës që bëron në këtë anë është një karakteristikë që simbolizon këtë vend. E gjithë kjo bukuri është një freski që sjell tek secili vizitor që përzgjedh të kalojë një fundjavë të bukur në këtë fshat të mrekullueshëm. Kurioziteti të ndez mendjen këtu. Duket sikur koha të kalon para syve dhe nuk kupton asgjë. Natyra të qesh në çdo anë.